Po vallah aga hoxh thot më kanë bë pra pa drejtësi, po kam shpresë te I madhi Zot. Asnjëherë nuk duhet ta humbim shpresën tek Allahu I lartësuar. Dhe duhet ta dish që ditën e gjykimit ke për ta marrë të drejtën tënde. Madje qysh në këtë dynja, Zoti I gjithësisë jep afat zullumqarit, derisa kur ta marrë për ta dënuar, ai nuk gjen më shpëtim. Pra Allahu I lartësuar ka për t'ia dhënë dënimin e merituar atij që bën padrejtësi. Kujdesni, thot profeti alayhis salam, nga padrejtësia, se padrejtësia është errësirë ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit do të vendosen peshorët e drejtësisë. Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a. Do t'i vendosim peshorët e drejtësisë ditën e gjykimit e askujt nuk I bëhet padrejtësi. Allahu I lartësuar është zotuar që do ta ndihmoj atë njeri I cili I është bërë padrejtësi, edhe nëse pas një farë kohe. Pra, kur mos e humb shpresën tek Zoti I gjithësisë. Vazhdimisht beso dhe shpreso tek Allahu I lartësuar.